Dashuria nuk ka ulje ngritje, ego ka ulje ngritje, gjendja emocionale ka ulje ngritje. Dashuria është dashuri. Dashuria është e pastër, është e pakusht, është liri. Gjithçka shka është e ngushtë, e shtrëngume, gjithçka shka është kontroll, gjithçka shka është posedim, është ego, nuk është dashuri. Është ego, gjithçka shka është e jemja, kjo është e jemja, ose ti duhet me bë kështu që tham unë, kjo nuk është dashuri. Nuk është dashuri. Dashuria është e lehtë, dashuria është e natyrshme. Dashuria është liri. Dashuria e lën tjetrin me qenë ashtu siç është. Dashuria është dashuri. Njerëzit futen në lidhje me traumat e fëmirisë, në lidhje dhe pastaj traumat e tua ti pasqyron ai tjetri, në fakt ti i sheh, sepse janë filterat me të cilin ti e sheh botën te ai tjetri, edhe thua ai tjetri ka fajet, kurse ato janë filterat e tu, është pamja jote për atë personin tjetër. Në fakt, janë blokadat e tua, na shohin përmes filterave tonë. Filterat e tonë janë bindjet që janë kriju